الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndershëm besimtar, falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Nëse ndihmoni Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka më ndihmua juve. O i thëbit e kudamekum dhe ka më forcue kam të juve. Vetëm në dy raste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahu subhanahu wa taala, ose vetëm për dy gjymtyrë në trupin e tij të bekuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahu subhanahu wa taala që t'ia forcoj ato në zemra dhe kombët. Zemra për shkak të besimit, kurse kombë për shkak të aktiviteteve, angazhimit, kontributit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk ka ndonjë organ tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar prej Allahut subhanahu wa taala që ta bëjë të qëndrueshëm në fenë e tij përveç zemrës dhe kombëve. In tansurullaha yansurkum, nëse ndihmoni Allahut subhanahu wa taala, Allahu ju ndihmon juve, o ju thabbit aqdamakum, dhe ju forcon kom të juve. Komentatorët e Kur'anit kanë thonë, fuqia e besimit është në zemra, kurse fuqia fizike është në kom. Kurse ju ndihmon Allahu subhanahu wa taala, yansurkum, edhe ju forcon kom, ata të cilët e ndihmon Allahu subhanahu wa taala, Allahu ju ndihmon jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër, dhe forcon kombët e tyre në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Wa'da Allahi haq. Premtimi i Allahut subhanahu wa taala është i vërtetë dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e thën premtimin e tij. In tansurullaha yansurkum, nëse ndihmoni Allahu subhanahu wa taala, Allahu ju ndihmon juve, kurse Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për ndihmë klasike ashtu që është njohur me ndihmë, por kuptimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala in tansurullah, nëse ndihmoni Allahun, në komentin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe komentatorëve të Kur'anit, nëse praktikoni atë që Allahu subhanahu wa taala ju ka urdhëruar në Kur'an, dhe nëse ndaloni nga ajo që Allahu dhe i dërguari i tij ju kanë ndaluar në Kur'an dhe në hadithin e tij të saktë sallallahu alaihi wasallam. In tansurullah, nëse ndihmoni Allahu subhanahu wa taala, dhe ndihma është e përgjithshme në ajet, por ndihma kryesore për fenë Allahu subhanahu wa taala është
me kontribuar që fjala e Allah subhanahu wa taala të jetë më e larta me trupat e tonë, me familjet e tona dhe me pasuritë e tona dhe me shpirtat e tonë. Dhe kjo është kulmi i besimit. Në hadithe të shumta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjihadin rrugën e Allah subhanahu wa taala e ka shpjeguar si mburoj e shtyllave me të cilat Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar, e që janë shahadeti, namazi, zeqati, haxhi, agjërimi. Edhe shtyllat e imanit edhe shtyllat e islamit mbrohen dhe ngriten në kom nëse besimtarët e ndihmojnë fejnë Allah subhanahu wa ta'ala me atë që Allah subhanahu wa ta'ala ka dhënë. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna", ka bler për besimtarëve pasuritë dhe shpirtat e tyre dhe në këmbim të saj Allah subhanahu wa ta'ala ka më dhënë xhenetin. Nëse vepra bëhet ashtu që ka urdhëruar Allahu dhe që ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është e mundur me dështu. Dhe asnjëherë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejat e tyre kundër mushrikinëve dhe në betejat e tyre për ta ngritë që fjala e Allah subhanahu wa taala të jetë më e lartë dhe njerëzit të gjikohen mes tyre sipas asaj që ka thënë Allahu, asnjëherë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në veprimtaritë e tyre nuk kanë dështuar. Por shkak se veprat i kanë bërë ashtu që ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të dy raste kanë bërë disa lëshime dhe në të dy rastet nuk e kanë marrë ndihmën e Allahu subhanahu wa taala. Idha a'jabatkum kathratukum, në betejën e Hunenit, kur janë mahnit me numrin e madh të tyre dhe e kanë llogarit armikun të mposhtur para betejës, Allahu subhanahu wa taala tregon se ata janë shpërnda në një sulm të vetëm. Edhe në betejën e Uhudit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vendosur disa prej shokëve të tij në një pozitë të veçantë dhe u ka thënë atyre në mënyrë të kushtëzuar, ashtu sikur që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala këtë ajet në mënyrë të kushtëzuar: "In tansurullah", nëse ndihmoni Allahun, yansurkum, Allahu ju ndihmon juve. Komenti i kundërt: nëse nuk e ndihmoni Allahun, Allahu nuk ju ndihmon juve. O i thëmë të akudamëkum, e o forcon kom të juve, nëse nuk e ndihmoni fejnë Allahut, Allah as nuk i ndihmon, as nuk i forcon kom të juve. Në vendosin e tij në Uhud, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë shokëve të vet mos lëvizni nga aty, edhe nëse të kërzuar nëse na ndihmon Allah subhanahu wa taala, për shkak se ndihma e Allahut është e kërzuar, nëse ne e ndihmojmë fejnë Allah subhanahu wa taala, dhe mos u largoni nga aty, walau edhe sikur jo të kurzuar do të dështojnë. Dhe disa për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ju kanë përmbajt udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u ka ndodhur ajo që u ka ndodhur, pastaj kanë pyet, ka ndodhur kjo? Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "O min indi anfusikum", kjo është për shkak të juve, për shkak të gabimeve të juve, wa ya'fu an kathir, dhe për shumë gabime tona Allah subhanahu wa taala na fal, se sikur të dërënte Allah për të gjitha gabimet që i bojmë, nuk kish mundësi me lëviz asnjëri prej neve ose mbi sipërfaqen e tokës. In tansurullah yansurkum, nëse ndihmojmë fenë e Allahut, Allah subhanahu wa taala ka më na ndihmu neve. Dhe nëse besimtarët muslimanët kanë dështojmë, ose ajo që shihet për momentin se janë të dështuar, është për shkak se nuk e kanë ndihmu fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk e ndihmojnë ashtu sikur ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se kur Allahu subhanahu wa taala turnon për një gjë dhe të jep udhëzimet se kjo nëse veprohet kështu do të arrish suksesin, nuk është e mundur që ne të veprojmë ashtu siç ka thënë Allahu, pastaj të dështojmë. Kjo nuk është e mundur. Dështimet e tona, për ullet e tona ndaj të tjerëve vinë për shkak të asaj se nuk e kemi quajtur në vend amanetin me të cilin e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në një hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha atëherë kur nuk do ta bëni fenë që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bajatul mu'min, por do t'jeni të kënaqur me fitimet e kësaj bote, qofshin ato
edhe t'jenë nëpërmjet haramit, nëpërmjet kamotave dhe të tjera, dhe do t'jeni të kënaqur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ecni pas bishtave të lopëve, dhe do t'jeni të kënaqur me punimin ose me çështjet e kësaj dynjaje, sallallahu alaikum dhille. Në transmetim Allahu subhanahu wa taala do t'ja vendos juve për uljen, poshtrimin ndaj të tjerëve. Në transmetim tjetër sallallahu alaikum aduan min ghayrikum, Allahu subhanahu wa taala do t'u aqën mbi ju kokat e juve një armik i cili nuk do t'jetë për juve, por nuk do t'jetë besimtar, por do t'jetë kafir, nuk mundi më u kthy në rrugën e drejtë, hatta tërgjiu ila dinikum, derisa të ktheheni në fenë e juve, kurse feja jon është feja në të cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sa i përket nivelit më të lartë të ndihmës së fesë, kurse intensurullah, nëse ndihmoni fenë e Allahut, do të thotë në të gjitha drejtimet. Me çka do që në ka udhëzuar, në ka ngarkuar Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, kushdo prej neve që i përmbahet asaj në cilën do fush i ka ndihmu fenë e Allahu subhanahu wa taala. Në një hadith kutsi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për një njeri i cili do të del ditën e Kiametit, e trinjallët para Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu e pyet: "O robi jam, kam qenë një uritur, pse s'm ke dhënë ushqim? Kam qenë një sëmur, pse s'm ke vizituar?" Dhe të ngjashme në vazhdim, kurse robi përgjigjet ato: "Zoti jam, ti ja Allah, qysh më dhon ushqim? Ti ja Allah dhe qysh më vizitua?" Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet: "Ka qenë i uritur një rob jemi besimtar dhe si interesuar me ndihmu." Dhe kjo është intensurullah në drejtimin e ndihmës, në drejtimin e ndihmës fesë Allahu subhanahu wa taala, me ndihmu atë që Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar me ndihmu. Nëse ka qenë dikush i semur me shku me vizitu, nga se po ta ndihmosh atë që ka pas nevojë, dhe po ta vizitosh atë që ka qenë semur, do ta gjesh Allahu subhanahu wa taala aty. Komentatorët e hadithit kanë thonë do ta gjesh se Allahu subhanahu wa taala kish me qenë i kënaqur me ndihmën që ja ke bëu atyre të cilët kanë qenë në nevojë dhe me vizitën që ja ke bëu atyre të cilët kanë qenë me sëmundje. Edhe respekti ndaj prindërve është ndihmë e fesë Allahu subhanahu wa taala. Edhe edukimi i familjes është ndihmë ndaj fesë Allahu subhanahu wa taala. Edhe kontributi që të përhapet fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndihmë për fjalën e Allahut, dhe gjithçka që lidhet me të përmendurit e Allahut subhanahu wa taala është ndihmë për fenë e Allahut. Intensurullah, nëse e bëni këtë, yansurkum, Allahu subhanahu wa taala ka më ndihmuar juve, o yuthabbit aqdamakum, dhe ka më forcuar këmbët e juve. Kurse në ajetin tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu." Allahu ka më i forcon robët e tij që kanë besuar fil hayati dunya wa fil akhirah, në jetën e kësaj bote dhe në jetën e ahiretit. Në jetën e kësaj bote, kanë thënë komentatorët e Kur'anit, i ndihmon Allahu subhanahu wa taala me qëndruar në rrugën e drejtë, kurse në jetën e ahiretit ndihmon me dhënë përgjigje në pyetjet e varrit dhe ndihmon me shpëtuar në ditën e Kiametit në urën e Siratit. Andaj kushdo prej neve që mundohet me veten e vet, me familjen e vet, me pasurinë e vet, me shpirtin e vet, me kontribuar që fjala e Allahu subhanahu wa taala të jetë më e larta, Allahu subhanahu wa taala ka më ndihmu dhe ka më forcu këmbët e tij në dunjë dhe në ahiret. Kushdo që jep kontribut që feja Allahu subhanahu wa taala të ecë, fjala e Allahu subhanahu wa taala të jetë e larta, në cilën do drejtim, në cilën do fush, Allahu subhanahu wa taala ka më ndihmuar dhe ka më forcuar të jetën e kësaj bote dhe نيتنا بوثسيتر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.